أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë dhe madhrojmë se çdo herë Allah në lartësuam, shojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët dhe ata që ecën në rrugës së tij deri në ditën e Kiametit. Kemi filluar me u eduku me surën El Hujurat. Edhe në dersin e kaluam folëm për ajetin e parë të kësaj sureje, e që erdhi me një mësim madhështor. Tha Allah në Kur'an: Ya eyyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. O ju që keni besu, mos ja paraprini Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra, mos e vendosni veten përpara Allahut dhe të dërguarit të tij. Ose kira ajeti tjetër, la tuqaddamu. Mos i rini mbas Allahut edhe të dërguarit të tij. Që kjo është madhështia e kirajetit, që i përfshin dy kuptimet në një tekst. Ky është i njëjti tekst, mirë po lexohet në dy forma, ashtu siç e ka lexuar Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse lexon me kesre, la tuqaddimu, i bën ti me dal përpara, e Allahun dhe pejgamberin ai sa me lëm mbrapa. Nëse lexon me fetha, la tuqaddimu, i bën ti me vendos Allahun dhe pejgamberin sa përpara, ama ti me nejt shumë mbrapa. Me rëndësi, porosia e këtij ajeti është madhështore. As mos rri para Zotit edhe pejgamberit, mirë po as mos rri larg tyre. Qëndro çaty ku i urdhëron. Qëndro aty ku të ka urdhëruar Zoti. E tash nëse besimtari e gjen veten jo aty ku ka urdhëruar Zoti, ose e gjen veten përpara asaj, ose mbrapa mësimeve të Zotit, çka me vepru? Edhe në këtë rast Allahu nuk na ka lënë pasgjidhje. Nëse njeriu, besimtari, e gjen veten ose para mësimeve të Zotit, duke ja parapri, ose duke qëndruar prapa atyre, zgjidhja është hijreti. Shpërngulja. Çka kemi me qëllim hijretin? E kemi qëllim se hijreti nuk është vetëm shëtitja e trupit në për vendeve të ndryshme të botës, që shëmenojnë një pjesë e muslimanëve. Hijret e konsiderojnë me dalë edhe muane për dunja. Kjo nuk e ka emrin hijret. Kjo e ka emrin turizëm. Nuk është hijret. Hijret është shpërngulja e shpirtit. E tani çfarë mi ja bashkangjit edhe shpërnguljen e trupit aty ku të ka urdhëruar Zoti. Hijret, thënë ndryshe, i bën me xhet Zoti çaty ku të ka urdhëruar. Ç'kjo është hijret? Andaj zgjidhja është tek hijreti. Omeri radiallahu anhu, kur i të bën një herë shokët e tij, edhe me ta thotë e kom me diskutu një temë të rëndësishme. Thot, po na vijnë letrat, po na vijnë shënimet e nën punësve tanë në për dunja. Thot, mirë po nuk pe dim kur është shkru, nuk pe dim me cilën datë. Kështu që thot duhet me fillu me pat na kalendarin tonë islam. Masi të konsultohet me besimtarët, zbashku me Aliun, e vendosin që hijreti mu marrë baza e kalendarit të muslimanëve. Vitet me fillu me u numru nga hijreti. Ku po du me lidh këta, është shikoje çfarë rëndësie të madhe ka pas hijreti tek sahabët. Nuk kanë fillu me i numru vitet që pe lindjes së pejgamberit alayhis salam, ani pse u kanë ditur viti elefantit. As nuk kanë fillu me i numru vitet pej kur i ka arë shpallja pejgamberit alayhis salam. Mirë po për pik reference, që pej që aty fillon numrimi viteve, është marrë hijreti. Kështu që hijreti tek sahab e ka pas një peshë jashtëzakonisht madhe. Hijreti është punë e madhe, sa që sahab po e zgjedhin që vitet me i numru qysh pej kësaj ndodhje. E na që disa ditë kemi hyrë në vitin 1448. Dhe më thonë që 1448 vite, pejgamberi ynë, sallallahu alaihi wasallam, e braktisi Mekën edhe i shkoi në Medinë. Andaj, kemi u mundu me i marrë disa mësime të hijretit, për me e lidh me mësimin që na dha ajeti parë i surës Hujurat.
me qenë qatë ku na ka urdhru Allah. Surja Huxhurat, e kemi përmend dersin e kaluar, kemi thënë është sure që përmban kodin e sjelljes të një shoqërie muslimane. Që kjo është kodi ose moral, kodi etik. Po që të na lidhet edhe hijreti. Shikoj ti edhe ajetet kuranore që dallojnë Mekase me ato Medinase. Në Mekë, pejgamberi alayhis salam e ka pas për synim me formu individa. Është merr në mënyrë individuale me njerëz. O shku tek një njeri, i ka folë desa e ka mbush mendjen. Është merr me gjithë secilin person në mënyrë individuale. Po kur ka dalë në Medinë, kur e ka bërë hijretin, se ka pas më këtë synim. Tash e ka pas për synim me formu shoqëri, ummet, me formu shtet. E jam në hymjet e Medinës, ka zbrit ajeti i xhumas. Domethënë tash u bë obligim në namazin me xhamat. Tash më nuk ka më fal në mënyrë individuale. Po që ta ka pra dhe hijreti, që është munu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me formue ummetin e tij, që është nga dita e parë e hijretit. Pse me bë hijret? E kemi një pyetje më rëndësi, pse besimtari bën hijret? Hijreti është lodhje, është mund, sakrificë. Pse besimtari bën hijret? Hijret bën besimtarit të nderuar vllazën për me i tregu Zotit se une nuk jem të u pajtu me çdo rrethana që i kam, edhe nuk jam i kënaqur me veten time, andaj po mundohna me ardh çatë ku më ke urdhëruar ti. As mos me ta parapri, pas mos me mbrapa. Çka është hijreti? Shikoj çka thot Allahu duke citu fjalën e Ibrahimit. Thot Ibrahim alayhis salam: "Fa amana lahu Lut", thot Allah i ka besu Ibrahimit të Luti alayhis salam, "wa qala inni muhajirun ila rabbi". E Ibrahimi tha, unë jam muhajir tek Zoti. Unë po shpërngulem tek Zoti. Pra, shikoj synimin e Ibrahimit. Unë më shpërngul, po shpërngulna, a më drejt Zotit tim. Pse u shpërngul Ibrahimi? Vetë shkaku i rrethanave të tij. Nuk ka qenë i kënaqur me gjendjen e babës vet, popullit të tij, edhe nuk e ka një veten që Zoti që ato është i kënaqur me çat rreth, është shpërngul. Zoti nuk ka qenë me pa në mesin e mushrikëve, e ka braktis vendin. Ama ku ila rabbi, tek Zoti jam, nuk ka rëndësi ku shkon trupi. Ibrahim alayhis salam pe Irakut u shkon në Palestinë. Pe Palestinës ka shkuar në Egjipt. Prap u shkon në Palestinë. Pastaj ka shkuar në Mekë, e ka lënë Ismailin. Prap u shkon në Palestinë. Nuk ka rëndësi ku shkon trupi, po thot Ibrahim alayhis salam. Unë hijretin tam e kam cakun e qartë, ila rabbi, tek Zoti jam. Aty ku Zoti jam ka qeh me pa, çatë thotë nuk më shku. Kështu që hijretin edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë për vetëm në arsye. Nuk ka mujt me net pejgamberi sa në mesin e mushrikëve, edhe me kanë i kënaqur me gjendjen dhe me situatën, po u dash me bë hijret. U dash me reagu kundër rrethanave në të cilat është gjend. E kundërta e asaj që e bën një besimtar bashkëkohor sot. Besimtari i kohës së sotme, një pjesë e besimtarëve, nuk reagon kundër gjendjes së tij, po këshir mu përshtat me gjendjen. Nuk këshir mu përshtat me rrethin. Nuk bën hijret. Po ka qef rrethanat me ardh tek ai, jo ai me shku te rrethanat. E kundërta asaj që ka mësuar pejgamberi sa sahab. Thot Hudhaifa ibn Yaman, janë prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam, që pejgamberi sa ja ka besuar sekretet e munafikave. Ky ka ditë emrat e munafikave në kohën e pejgamberit alayhis salam. Thot Hudhaifa: "Inna al-qalba hayyun ma damat fihi al-maw'idha." Zemra është e gjallë për aq kohë sa brenda saj ka këshill. Zemra është e gjallë përderisa brenda saj ka këshill. Thot: "Fa idha khallat minhu al-maw'idha mata." Thot: "Me bëm ja hiq këshillën pe zemrës, ajo vdes." Zemra përderisa këshillohet, synon përmirësimin, e pranon këshillën, shkon e kërkon këshillën, kërkon ndryshimin e gjendjes, thot është e gjallë. Sikur sa hadithi pejgamberit alayhis salam që ka thënë atij sahabijët, ka thënë kur të bën mirë edhe keq, kur e din, ka thënë me zemër. Kur të bësh një punë të mirë, edhe ndihesh shpirtërisht mirë, çaj është sevap. Ama ka thënë çaj gjuna ma haka fi nafsik, on momentin kur e bën, ta ka një zemër që s'është punë e duan.
wa karihta an yatalla alayhi nas, edhe s'kishe pa qef me ta ditë të tjerët. Pra po thot Hudhaifja, për ashtu sa njeriu kërkon këshillën, kërkon ndryshimin, kërkon hijretin, është e gjallë. Momenti kur njeriu pajtohet me rrethanat. Kështu e gjendja në umetit sot. Janë pajtuar me fatin e tyre. Nuk kërkojnë hijret. Ata vetëm në punë që kërkojnë i çojnë dorë nalt, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. O Allah lartësoj islamin edhe muslimanët. Ama për pa bë hijret, çysh e lartëson Allah? Për pa shku që atje ku të ka thonë Zoti, për pa konë në atë vend ku je kanë i urdhëruar, çysh ndihmon Zoti? Kjo është na dohet neve me bë hijret tek Allahu, pastaj me kërku prej tij. E kjo nuk është e lehtë. Ibrahim a.s. në pleshrinë e tij është dashur me braktisë son një vend tjetër. Pejgamberi jon a.s. në natën kur e ka bë hijretin, edhe e ka marrë Ebu Bekrin, fshehur azi, ka dalë në jug të Mekës, që mos me ndjek pa besimtarët, jo në veri ka qenë rruga për Medinë, pejgamberi sa gjitet në kodër edhe e sheh Mekën. Edhe tu i shiku rrugët e Mekës, fillon e çan. Sikur pejgamberi sa është mundu me u çmall sadopak me vendlindjen e tij. Çato ka lind. Çato i ka kalu vitet më të mira të jetës tij. Çato ka jetu 53 vite. Tash po do të më lëshu vendlindjen, fillon pejgamberi sa me çan. Edhe i drejtohet Mekës me disa fjalë. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ama wallahi inni la akhruju minki wa inni la a'lamu annaki ahabbu al-biladi ila Allah." Thot pasha Allah, mu po mdohet me dal pej teje. Edhe di fort mirë se ti o Mekë i vendi më i dashur tek Allah. Haremin e Zotit. Mekën, çabën që ka ndërtu Ibrahimi a.s. me Ismailin, me braktis ato që një namaz në të, ka vlerën sa 100.000 jashtë në saj, pejgamberi a.s. po thotë në këtë punë e di shumë mirë, ti je vendi më i dashur tek Zoti. Thot, walau la ahluki akhrajuni minki ma kharajt. Pasha Allahun mos me kanë që populli yt po më nxjerrin prej teje, kur nuk isha largu. Shikoj pozitën e Mekës në zemrën e pejgamberit a.s. Shikoj çfarë dashnije të madhe ka pas pejgamberi a.s. për Mekën. Mirë, po ala u dash me lan, me sakrifiku për hatër të Zotit. Zotit ka urdhëruar me shku në Medinë, që dashuri që e kanë për Mekën, po e braktisi, e po shkojnë në një vend që deri në atë kohë kur fare vlerë nuk ka pas. Ju kanë çato do fisa arabe, ju kanë çatje pak më nej do jahudi, kanë qenë luftë me zveti, emrin e ka pas Yathrib me kuptim negativ, deri në atë kohë Medina kur fare vlerë historike nuk ka pas. E ka lënë Mekën për shkak të Yathribit. Pse? Se Allahu don më paç atë, unë po shkoj. Që kjo është hijreti, është sakrificë. Nuk mund e bën gjithkush. Po çet sakrificë kanë bërë sahabët e pejgamberit alayhis salam. E dini Suhejb ar-Rumi. Suhejbi Romak. Ka qenë sahabi i pejgamberit alayhis salam, është marrë rob prej disa fisëve romake, tani masana historia e tij është e gjatë. Kur pejgamberi sa bën hijret, Suhejbi mbetet në Mekë. Pastaj Suhejbi fshehur azi, niset për Medinë te pejgamberi alayhis salam. Rrugës i dalin disa djem të fisëve kureshite, pagan, për mushrikëve. Edhe e rrethojnë Suhejbin. Suhejbi drejtohet aty në disa fjalë. Thot ja ma'shara Quraysh, laqad alimtum anni min armakum rajula. Thot o ju Quraysh, fort mirë dini që unë jam për aty në që gjujnë shaj mas mirë. Jam shëgjetari fort. Thot wa aymullahi la tasiluna ilayya hatta arma bi kulli sahmin fi kananati. Pasha madhninë e Zotit. Nuk mundi me mëzan, deri ti harxhej krejt që të shizeta që a i kam çantën tëme. Pra, ju rrezikohet jeta juve, se ju mësyjani. Thot edhe pasandej, ku me luftu me shpatën time, deri sa të kam takat. Thumme fa'alu bi ma shi'tum. Masanaj, bëni çka doni. Thot qëta keni një opsion. Opsionin tjetër, ka ditë ku mi prekë. Thot, wa in shi'tum, dalaltukum ala mali bi Mekke. A nëse doni, po ju kallëzoj ku e kum shef pasunin të në Mekë. Shkon e merdhne, veç lemni të shkoj tek Rasulullah.
se çatja më ka urdhëruar Zoti me kon, unë çatja do të më kon. As nuk më dal para ti, as mbrapa ti. Atëherë ata nalën e kujtohen pak, thonë, ja ka tregu sakt vendin ku e ka pa të gruposën arin e tij. Këtë pasurinë e tij, këtë kapitalin e tij. Edhe shkon Suhejbi në Medinë. Kur shkon, takimin e parë ka me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili del përpara tij duke buzëqesh edhe i thot Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Tregti të mirë ke ba, o Abu Yahya. Thot ka din të i dërguari Allahut, thot shiko se çka ka thënë Allahu për ty. Thot Allahu në surën Baqara وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Ka prej njerëzve që veten e tyre e shkrin për me fitu dashninë e Zotit. Veten e tyre e flijojnë për me fitu kënaqësinë e Zotit. Që kjo është Suhejbi. E ka shkri kapitalin e tij, u shku në Medinë pas me teshat e trupit. Ama ku me kanë çatëm ku më ka urdhëruar Zoti, ky nuk e ka bërë dertin e rrezikut. Se ka bërë dertin e se qysh jetoj. A më ka urdhëruar Zoti me kanë Medinë? As nuk më ja kalu Medinës, as nuk më met Mekë jashtë saj. Këta na mëson hijreti. Tash problemin e kemi me një djalë ose një vajzë të re që pretendon që e don pejgamberin alayhis salam, çysh e ka dorë Suhejbi, edhe pretendon që e don Allahun, çysh e ka dorë Suhejbi, ama nuk bën hijret. Nuk sakrifikon rrugë të Zotit. E ka një shoqëri, e cila shoqëri e pengon për mu afru me Zotin, ky nuk bën hijret për asaj shoqërie. E ka një punë, e cila punë i bëhet pengesë në rrugën e Zotit, ky e din që ato bëh haram. Ama hala s'un pe sakrifikon punën e me bëh hijret për saj. E ka një rreth, i cili hala s'punët me hiç dorë, për që të hijret kemi nevojë. Shiko pejgamberi sa çysh është mundu me eduku sahab. Ai është mundu me eduku sahab edhe lidhjet e tyre me njëri tjetrin, mi i formu mi bazën e fesë, mi bazën e dinit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që dini gjithë. Thot pejgamberi sa tunkahul mar'atu li 40. Gruaja martohet për 4 gjëra. Thot limaliha, martohet për mall, për pasuni. Wali jamaliha, martohet për bukuri. Wali hasabiha, martohet për familje, për pejardhje. Edhe thot wali diniha, martohet edhe për fe. Fadhfar bi dhati dini, ka pe fort nëse gjani gru të edukuar fetarisht, të ribet jedeke, të lumshin durt ose mos të thafshin durt. Pra pejgamberi ai son po thot, a ka raport më ngushtë se sa raporti mes burrit edhe gruas. Po thot njerëzit raportin mes burrit edhe gruas i ngrisin mbi bazën e pasunisë, që s'ka kur gjë të keqe. Mbi bazën e prejardhjes, gjenealogjisë, mbi bazën e bukurisë, pse s'ka të keqe. Mirë po thot me mujt me ngrit mbi bazën e dinit, çaj e mami. Çata thot Imam Ahmedi kur e komenton hadithin, thot pejgamberi alayhis salam qëllimisht e kalon fen atë fundit, të katërtën. Në mënyrë që kjo me kanë kryesorja. E jo ti me gjithë një vajzë që është e përshtatshme për kafeja, mirë po masanej kur e shikon kriteret e pasunisë ose të bukurisë, ti masanej shkaku i tyre me hiq dorë. Thot Imam Ahmedi, pejgamberi sa ka thonë një herë, prejardhja, tani pasunia, tani bukuria, në fund të kalon fen që kjo me kanë kriteri kryesor. E tash kështu ti, nëse një njeri i pëlqen një burrit, ose edhe një vajzë i pëlqen një burr, i cili është i pashëm, ka pasuni, është i familjes të mirë, ama nuk e ka kriterin e fesë. Nëse largohet prej tij, ose ai largohet prej saj, që kjo është hijret. Që kjo është shpërngulje. Që kjo është largim. Që të hijret na pëlipëm sot prej umetit tonë. Me u largu prej asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir i vërtet është ai muhajir që largohet prej asaj që Zoti ja ka bërë haram. Që ky është muhajir? Ai që largohet prej asaj që Zoti ja ka bërë haram, ai largohet prej tij. Kështu që shpërngulë prej asaj që e din që është haram. Ik, qoftë pozit, qoftë njeri, qoftë lidhje, qoftë shoqëni,
ose çka do qoftë, ose çka do qoftë tjetër. Edhe kur më mos ja kthe kokën. Kur më mos u merr me ta. Këtë mësim prapë e gjojmë tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Në vitin e 8 Hijri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shliron Mekën. Ajo ka shku mendje pse pejgamberi sa më nuk është kthy me banun Mekë. Masi e pa mallëngjimin e tij edhe dashurinë e tij të madhe për Mekën. Edhe tha një namaz në Mekë i ka vlerën e 100.000 jashtë asaj. Tash pejgamberi sa po shkon, po e shliron Mekën mas 8 vjetë. Mirë po kur nuk është ty pejgamberi sa me banumën ta. Madje shpinë e tij që ka pas, shpinë e tij personale ja ka shit Akilit, djalit e Abu Talibit, djalit të migjës së tij. Bile në shlirimin e Mekës, pejgamberi sa mi fal 2 rekate, edhe ju kthehet xhamatit e thot ja ahle Mekke, etimmu salatekum. O ju banorët e Mekës, ju falni 4, se na jemi udhëtar. Udhëtar në vendin që ka lind. Udhëtar që aty ka qenë fisi Benu Hashim. Udhëtar në shpinë e gjyshit, që gjyshi i tij ka qenë duke qëndruar tërë ditën i mbështetur për çabës. Vendin e tij e ka pat aty. Tash pejgamberi sa në këtë vend nuk po kthehet kur më banu. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Diçka që e ke lënë për hatër të Zotit, kur mos e kthem. Diçka që e ke lënë për hatër të Zotit, kur mos e kthem. Ama sinqerisht nëse e ke lënë fi sebilillah, qoftë ai njeri, qoftë ai pozit, qoftë ai çka do që mundesh me kanë. E ke lënë për hatër të Zotit, mos e kthem. Pejgamberi sa Mekën për kënë e la, për Zotin. Nuk ju ka kthy më. Madje kur ju shkuan në Sart, banorët e Medinës, ka thonë ja Rasulullah, po friksohemi se tash mas lirimit të Mekës ti ke me met këtu. Çai ka thonë pejgamberi sa? Ma'adhallahi ya ma'shar al-ansar, al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum. Ma'adhallah, mos Allah. Mos e provë Zoti. Po jetën e ka me juve edhe vdekjen e ka me juve. Se kur ju marr të ju marr fi sebilillah. Kur i kum lan këta, i kum lan fi sebilillah. Nuk i kthehet më. Sot problemin e kemi të një umet që edhe kur munohet me bë hijret, nuk e ka bash fi sebilillah. Tani edhe pse ka bë hijretin, i bjen me ngran fjalët e veta, do të më u kthy prap. E i kthehet prap se nuk e ka fi sebilillah. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur të bësh hijret për hir të Zotit, për çka do gjëje, mos ju kthem asaj. E sheti me çka ta zaventson Allah. Pejgamberi alayhis salam, çat fisin, fisi i tij kanë të mbyt. Pejgamberi sa më kanë të mbyt rreth i tij, Kureshit. Me çka ja ka zaventsuar Zoti? Ja ka zaventsuar me nsart që kanë vrapun me amar ujin e abdesit kur i ka pikë për fytyrës tij sallallahu alaihi wasallam. Çfarë dashni të madhe kanë patën nsart për pejgamberin sa. Shikoj me çka ja ka zaventsuar Zoti. Ta shpërblen Zoti hijretin këtë botë. Ama kushti i parë me kanë për hatër të Zotit, edhe tjetra është për edukatës. Kur të bësh hijret, kur të bësh një punë për hir të Zotit, mos i mbaj mend të kaderi i Zotit. Mos i mbaj mend të shpërblimi i Zotit. Mos i mbaj mend çysh ka më kthy Zoti mua. Nëse e ki fi sebilillah, ty nuk të intereson hiç më mirë me kaderin e Zotit. Nuk të intereson ty hiç më mirë me ato çysh të sjell Zoti punë. Ty të intereson më mirë, a kam sinqerisht fi sebilillah, që kjo është esenca. Shikon surën Tauba, Allahu përshkruan hijretin. Thot Allahu në Kur'an: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Nëse ju nuk i ndihmoni Muhamedit alayhis salatu wassalam, atë ka ndihmu Allahu. Idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain, kur ata që kanë mohu e kanë nxjerr për shtëpisë së tij vetë të dytin. Llogaritë që nuk e din ngjarjen e hijretit hiç. Edhe jetë duke lexuar Kur'an. Po thot, nëse ju nuk e ndihmoni Muhamedin alayhis salam, atë ka ndihmu Allahu kur e kanë përzon ata që kanë mohu. Ku është logjika për mu lidh e ka ndihmu Allahu kur e kanë përzon? Me logjikën tonë, nëse ke ndihmu Zotit, qysh me përzon ata? Allahu po thot, nëse ju s'e ndihmoni, unë i kum ndihmu kur e kanë përzon ata që kanë mohu. Logjika është, pejgamberi sa është mirë me hijret. Në sytë tonë e kanë përzon për Mekës, po pejgamberi sa hiç nuk është mirë me ata, ka më ndihmu Zoti, as ka më ndihmu.
se ka di që hijretin e ka për Zot, edhe ka nejt i qetë edhe ka prit shpërblimin e Zotit. Ka nejt i qetë edhe ka prit ndihmën e Zotit. Kur Ebu Bekri ka qenë me pejgamberin sa në shpellë dhe në ngjarjen, çai ka thonë Ebu Bekri pejgamberit sa kur i ka pa ata që kanë mohu Kureshit, tu ardh drejt shpellës. Edhe i kanë pa gjuhën të pejgamberit alayhis salam edhe të Ebu Bekrit. E kanë pa shpellën atje, ju në shku deri te hymja e saj. Ebu Bekri ka thonë në vesh pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, law nadhara ahadun ila qadamayhi la ra'ana. O i dërguari i Allahut, veç kom të veta këta mi këshyr, na pa. Sa që anë transmitim e kanë shkel gjytbën e Ebu Bekrit. Ata kanë qenë poshtë, këta janë shku drejt e hymja. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Ma dhannuka bithnejnin Allahu thalithahuma. Çka ta mërmenja për dy veta, i treti tyre është Allah. Unë temën e bana, dhe që të erdha, tash e presim ndihmën e Zotit. Që kjo është, ti bën ja hizmetin. Me sebepe mos u merr. Nëse janë nisë më marr me sebepe, këta në shaj edhe e njëjtit të dobët që nuk e kemi fi sebilillah. Shiko Allahu në surën Saf për çka i çorton sahabët. Thot Allahu i lartësuar në surën Saf: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O ju që keni besuar, a doni t'ju tregoj për një tregti që ju shpëton juve për dënimit të rënd, për dënimit të xhenamit. Thot a doni ju tregu për një tregti. Vazhdon ajeti thot: tu'minuna billahi, me besu Allahun, wa rasulihi edhe pejgamberin e tij, wa tujahiduna edhe me luftu në rrugën e Allahut me veten e juve edhe me pasurinë e juve. Që kjo është vepra. Mirë po, cili është shpërblimi i veprës? Thot Allahu prap në ajetin në vijim: yaghfir lakum dhunubakum, ja u fali gjunahet, edhe ju shti juve në xhenete, në të cilat rrjedhin lumej, edhe keni me shku në xhenetet e Adnit. Në fund ç'është përfundon ajeti: dhalikal fawzul azim. Ky është fitimi i madh. Nëse dini në rrugë të Zotit me luftu, thot kum ja u fal gjunahet, kum ju çu në xhenetet e Adnit. Dhalikal fawzul azim. Ky është shpërblimi madhështor. Ama ka edhe një kritik për sahabët. Thot wa ukhra tuhibbunaha. Thot është edhe diçka që ju pedoni. Nasrun min Allahi wa fathun qarib. Ndihmën e Allahut edhe çlirimin, fitoren. Pra sikur se po i kritikon sahabët, po thot ju kur po dinin luftë, në vend që me mendu veç shpërblimin e madh të Zotit, ju kur po dinin luftë po thoni inshallah fitojmë. Wa ukhra tuhibbunaha, që kjo tjetra, jo shpërblimi i Zotit. Këta po thot Zoti e keni të sigurum. Wa ukhra tuhibbunaha, kjo tjetra thot që keni jo po i mbani met atë, thot fathum min Allahi wa nasrun min Allahi wa fathun qarib, ndihmën prej Allahut, edhe shërim të afërt. Thot ju po e lëpni këta. Sikur po i çorton Zoti, pse po angazhoheni me ato apo fitoni apo hupni, kur ju duhet me dalë në luftë për me fitu sevapin e Zotit. E kaderin do të më alon Zotit. Shpërblimin do të më alon Allahu të lartësuar. Kështu kanë qenë të dukum sahabë. Khalid ibn Walid i shkruan një herë letër Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Khalid ibn Walid ka qenë luftë me dy perandorit. Edhe ka qenë luftë me perandorin perse, edhe ka qenë luftë me perandorin romake. Sa ka luftu me njënën, ka luftu me tjetrën. Mundi me paramënu numrin e sahabëve, numrin e ushtrisë së Khalidit, mundi me paramënu numrin e romakëve. Për shembull vetëm në njënën pe luftave, Khalid ibn Walid ka qenë me 30.000 ushtar, ushtria romake në Yermuk ka qenë me 120.000. Tash këshire sahabët, këta ja kanë bëu hizmetin, a fitoren ja kanë lënë Zotit. Që kë Khalidi i merr i shkruan një herë letër Ebu Bekrit ndihmon me njerëz se numri i pak të ushtarëve. Ebu Bekri ja ka kthy çata që i kisë s'kam tjerë. Atëherë ja ka kthy prap Khalid ibn Walid letën, dërgomi të paktën 1000 veta. Dërgomi të paktën 1000 veta thot në luftë. Edhe kur del Khalid ibn Walid i thonë ka ardhur ndihma që ka dërguar Ebu Bekri. Kur del jashtë atendës së tij, e sheh veç një njeri. Ai ka qenë Ka'ka ibn Amr et-Tamimi. Ti thot çka u bë, thot më ka thënë Abu Bekri. Thot edhe ki letrën e tij. Kur e merr e lexon letrën e Ka'ka, thot
pasha Allahun. Zëri i Kaakas në ushtrin tane është më i mirë se sa 1.000 vjet. Se ky është çatë ku i ka thonë Zoti. As nuk ja paraprin, as nuk rrim brapa. Zani i tij, vetë zani i tij është më i mirë se sa 1.000 vjet. Edhe kanë fitu. Kanë fitu me 30.000 veta. Kjo është që besimtari kur ja bën hizmetin, edhe e bën hijretin, e bën veprën, hiç nuk merret me ata se çysh ndihmon Zoti. Allahu i ka thënë Musait a.s. Fastri bi ibadi lejlen, meri rob të mi natën, innakum muttabaun, a më dije se faraoni ka me të njek me krejt ushtrinë e tij. Thuhet, numri i ushtrisë së faraonit ka qenë 600.000 veta. 600.000 ushtarë. Tash Allahu po i thot Musait, meri benu Israil edhe shik ku me ikë Zot të deti. Me kanë qenë Musa i njëri që mirët me sebepe, kish me vetë Zotin që është në ndeti, a kënina po thu kam në njek edhe faraoni me 600.000 ushtarë. Mirë po kjo hiç nuk merr me atë punë. Ka thonë Allahu shko të deti, çati u shku. Ku ka më thonë Zoti? As nuk me ja parapri, as ku me i qëndru mbrapa. E thot Allahu, falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. E kur u zatetën dy grupet, çka thanë shokët e Musës? E patën. Inna lamudrakun. U zum në një nënan detin, në një nënan faraon. Që përgjigjen e Musait? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Tha kurrja. Kalla, asësi. Me mu është Zoti jam. E jam ja u kanë marrë dhe i që të. Tash ka bën Zoti ma nena, unë nuk e ti. E Allahu për të e hapi detin. Për hirë të ti e hapi detin edhe i shpëtoj Benu Israil. Kështu është detyra muslimanit. Për hatër të Zotit, duhet me shku qatë kuna ka thani lumi Zot, as mos me ja parapri, as mos me i qëndru mbrapa. Tani kaderin e Zotit, do të mja lan ati. I tillë është besimtari, të në jetën e ti e ka hijret. Sa largohet për i do gjunahë, afrohet për i do veprave të mira, derisa vdekja e zënë në rrugën e Zotit. Allah na mundsoft me u taku me zotërinë e atyre që kanë bërë hijret, e që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, na mundsoft që me jetu si besimtar që bëjnë hijret për hir të Zotit, e që sevapin e gjejnë tek Zoti në ditën e Kiametit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.